Përshëndetje jemi të dashur. Shkojmë me videon e radhës për PZK-n prap. Kështu që ju mbani mend kur Albin Kurti pa të bëni gjëra llogari për FSK-n, për me ble armë. E vetëmja PZK-ja dul kundër. Bile bëj ke amon, zamon, mos i nimoni kryeministrit. Kështu që mi të dashur, shkojmë të ndëgjojmë videon edhe të diskutojmë së bashku. Kush ka mundësi me abo subscribe në YouTube, follow Facebook edhe në TikTok, ja dishëm për faleminderes. Kështu që mi që shkojnë me videon. Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur një tubim me bashkëdhetar në Nordrhein të Gjermanisë. Një nga pjesëmarrësit e këtij tubimi ka qenë edhe deputetja e kësaj partie, Ganimeti Musliu. Në një video që po qarkullon në rrjetet sociale, Musliu teksa flet për ushtrinë e Kosovës, dëgjohet duke ju kërkuar mërgjimtarëve që të mos mbështesin fondin e sigurisë. Për hir të juaj, për hir të fëmijëve të juaj, për hir të Kosovës, mos se duroni. Si ka mundësi që PZK-ja del ashtë edhe kërkon që mos minimu kryeministrit Shtetit Kosovës për me ble armatim diaspora. A përsheni me çfarë gjendje janë këta me çu Kosovën, vetëm me hup Albin Kurti. 20 vjet e kanë pas një kallash edhe do pistoleta. Që sta kryeministri ma shumë ka pas në paroda, ndrenisë ata po të garantoj se edhe kënjena në ushtri. E ka bon mënhen, thot amoni, zamoni, për hatër të mive, për ta, mos si një moni. Shkojmë. Mos e përkrahni, mos e dëmtoni buxhetin e familjeve tuaja, sepse është ka ju mashtron. Lidhur me këtë deklarat, televizioni Dugaxhini ka pyetur Musliun se pse vlerëson që nuk duhet të përkrahet fondi i sigurisë. Mirë po, deputetja Musliu ka kërkuar që si përgjigje të përdoret një shkrem të cilin ajo e ka publikuar në Facebook. Beretat e Kuqe i ka kap paniku nga përkraja masive Miq, kush e mbretet e Kuqe? Unë s'pe kuptoj, s'pe di. Menja po ma merë, po nuk pe di për kënë bëdhët. Saksisht s'pe di për kënë bëdhët. Beretat e Kuqe. Ka dul kjo farë prale, ondra, kësajna nuk po di, po beretat e Kuqe se këmë një asë njerë. Kështu që shkujmë. Gatës për PDK-n dhe kanë filluar sulmet e ulta e propaganduese e dezinformuese me tasjerat e tyre në rrjetet sociale. Para 2 muajsh, qeveria e Kosovës themeloi fondin e sigurisë. Kryeministri Albin Kurti u bëri thirrje mërgjimtarëve dhe donatorëve të dhurojnë donacione për të kontribuar në forcimin e FSK-s. Normal. Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur një tubim me Thotë mandatin që na pret do të investojmë edhe 1 miliard euro të tjera në armatim dhe pajisje moderne ushtarake, ashtu që kushdo që mendon se mund të na sulmoj, të mendoj 2 herë. E kur mendon 2 herë, pastaj e le krejt. Po, Tu janë fjalë do të Albin flas Kurti. prapë në aspektin ushtarak. Po, Investimet e qeverisë Kurti prej orës së pushtet. Nuk për një ofës perikus është, Janë shumë mëdha. pas ka qenë Janë ato FSK. që ju keni pa në media, po janë edhe ato që ju nuk e keni pa edhe që nuk janë për të treguar. nuk ban për të treguar. Investimi është në tri stade. Është investimi legislativ, investimi në njerëz, po bëhen të dhe trajnimet edhe leadershipi adekuat, edhe në investimin në aspektin operacional, ku janë pajisjet adekuate. Të gjitha këto shkojnë një nga një. Ne e dim që nga fillimi, që nga ardha e General Bashkim Jasharit në kryet e FSK-s, është kërku, unë kam qenë aty, kam punu si general të shef shtabi. Kemi edhe fotografi që jeni bashkë me generalin. Është kërku nga ne si ushtarak që me bën një skanim të gjendjes reale në forcë. Ne kemi bërë gjendjen reale në forcë. Ne kemi definu kapacitetet. Kapacitetet kur kërkohen nga qeveria mbështetje duhet jenë të arsyeshme, të matshme dhe të arritshme. Kemi kërkuar që kapacitetet janë matshme të arritshme, por për ta bërë këtë, ne kemi kaluar nga një fazë. Kemi bërë një koncept të lojës luftës për mbrojtjen e territorit. Kur i kemi shtri kapacitetet në teren, e kemi pa ku i kem mangësit dhe ku i kem nevojat për me shtu kapacitetet. Edhe me këto letra, ne jemi drejtu përmes Ministrisë Mbrojtjes, Ministrisë Maqedonisë në këtë rast, edhe kemi shku deri tek blerja.
Miq, e kam një pyetje. Allajle a ka menu në herë opozita për të sanë? A ka menu në herë me bukë të sanë o burë? A veç për vete. Asfalt. E ato jo 12 santin, pas 5 santin jo, këtë parët në qep. Ku është Shtëria e Kosovës? Mor Albin Baba, truti sisteme dhe armatimeve të nevojshme. Tash kur e thoj A kem mjaftueshme, a kem armatim të mjaftueshëm, se më thonë në një rast rreziku, le të themi. Koncepti i FSK-s është koncept mbrojtës. Kapaciteti i FSK-s janë kapacitete mbrojtëse, nuk janë kapacitete shësimse. Mirë, po me luftën në Ukrainë kanë ndryshuar loja. Okej. Edhe ne tash kemi shku ka ajo që në FSK kemi edhe kapacitete që kanë goditje dhe thellësi. Nëse mos thuj tash kanë se tash si nuk kemi FSK, tash ke kalon për. S'ka problem që s'jam, po të kom bëj përfi tonë. A që s'jam në FSK mu. Njeri kur donë me... Po të kemi armë të tilla që bëjnë goditje edhe në thellësi, është pikërisht ajo që e thot në program që armiku mendon 2 herë, se nuk bëhet më lufta në territorin tim, po bëhet edhe në territorin tuaj. Kështu që këto janë koncepte që janë zhvilluar edhe kanë ndryshuar varësisht. Kur të mendon që më në selmon edhe ti, atë nalet pak. Po përpara e ka di që na thonë me selmu, se s'kena me qa. Edhe na kanë selmu. Po tash menon 2 herë, Albin Kingo është to. Shkon geopolitika, geostrategjia, kryesisht mas luftës në Ukrainë. Edhe ne nuk mund të rrim duar kryq edhe të jesim aty ku kemi qenë, po ne duhet të jemi proaktiv e mos të jemi reaktiv nëse na ndodh diçka. Urojmë të mandatin që na Tash, miq, unë po ja bëj juve një pyetje. Thjesht të po debatojmë. Si ka mundësi PDK-ja me konë kundër FSK-s? A këta më shejën mas UÇK-s? Po ku shkonë UÇK-ja pa armë? FSK-ja pa armë, pa pas armatim, ushtria pa pas armatim. Plus rrajshin, s'ka këpuca, s'ka buk me hangër, s'ka këta, s'ka vishek, s'ka këta. Për çdo ditë po i dalë në rand. Është turpi i botës. Mirë tha i deputeti Prizren prej PDK-s, më falni. Më tha s'këm punu, më tha për këtë PDK tha. Me 10 vota. Njëri tjetrit. Unë këm punu tha për të PDK. E që kusha PDK jam miq. Mu vjen keq, s'puna me folë mirë, sikur për vëvën. Këto janë zëza që i kanë bo këta, kjo është merit e këtyne, po nuk bon kështu. Kjo merit, po thëmë atë kuptimin, merit që e kanë bo të keqe, merita me të keqen, se merita i ka Albi Kurti. Ani kur pini do kur po thënë ku këto janë merit e Kadri Veselit. Hajde, hajde. Po kujtojnë që populli është halon gjumë. Miq, respekt për se cilin, ju dua natën e mirë, gjumën e ëmël. Opozit, me ndoni të tërherë ku votoni. Këshëne, folni me PDK-n, i fonzët e PDK-s, aktivistët e PDK-s, së është në regull të shka kje punë. Kështu që natën e mirë, kalofshi mirë.